vjet degëzimet fetare më të mëdha në botë. Ka një iluzion që shumica e njerëzve beson, që feja është diçka e thjeshtë, një ide, një sistem, një besim. Por realiteti është shumë më kompleks. Feja nuk është një. Ajo është shpërndar në vjetra degëzime, dhe disa prej tyre janë më të mëdha se shtete të tëra. Po flasim për qindra miliona njerëz, madje miliarda. Por cilat janë degëzimet fetare më të mëdha në botë dhe çfarë thot kjo për mënyrën si njerëzimi mendon, beson dhe jeton? Le të fillojmë. 10. Theravada, budizëm, rreth 135 milion. Kjo është një nga format më të vjetra të budizmit. Theravada do të thotë rruga e të moshuarve. Ajo daton nga shekulli 3 para Krishtit, nga koncilet e para budiste pas vdekjes së Budës. Konsiderohet forma më e afërt me mësimet origjinale të Siddhartha Gautamës, një filozofi që kërkon disiplinë, qetësi dhe një jetë të thjeshtë. E përhapur kryesisht në Tajland, Sri Lanka, Kambodja dhe Myanmar, kjo rrymë nuk fokusohet tek zotat, por tek individi, te rruga personale drejt ndriçimit, e njohur si nirvana. Një udhëtim i brendshëm larg kaosit të botës. 9. Shia, Islam, rreth 188 milion. Një nga ndarjet më të mëdha në historinë e Islamit. Shia nuk është thjesht një besim, por edhe një histori politike. Ndarja ndodhi në vitin 632 pas Krishtit. Menjëherë pas vdekjes së profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të. Pyetja ishte thjesht, por pasojat kolosale. Kush duhej të udhëhiqte? Shiitët besonin se udhëheqja i takonte linjës familjare të profetit, Aliut dhe pasardhësve të tij. Kjo ndarje u vulos përgjithmonë me betejën e Kerbelas në vitin 610, një moment që ende sot formon identitetin shiit. Sot Shia është forcë e madhe, sidomos në Iran, Irak, Liban dhe Yemen. Numri 8. Ortodoksia lindore, rreth 291 milion. Një nga traditat më të vjetra të krishtorimit. Ortodoksia u nda zyrtarisht nga katolicizmi në vitin 1054, në një ngjarje të njohur si skizma e madhe. E lidhur me historinë e perandorisë bizantine, kjo rrymë ruan rituale të lashta, ikona, qirinj, liturgji që kanë mbjetuar shekuj. Nuk ka një udhëheqës qendror si papa, por 5 patriarkate të mëdha: Konstantinopoja, Aleksandria, Antiokia, Jeruzalemi dhe Moska. Këtu feja nuk është vetëm besim, është përvojë, një lidhje mes njeriut dhe hynores, përmes simbolit, misterit dhe traditës mijëravjeçare. Numri 7. Shaktizmi, hinduizëm, rreth 305 milion. Një nga rrymat më të veçanta në botë. Shaktizmi daton të paktën nga shekulli i 6 pas Krishtit, megjithse rrënjët e tij janë shumë më të vjetra në traditat indiane. Sepse këtu, forca supreme nuk është mashkullore, por femërore. Shakti, energjia krijuese e universit, një ide që ndryshon mënyrën si shikohet fuqia, jeta dhe vetë ekzistenca. Hyneshat kryesore, Durga, Kali, Lakshmi, nuk janë figura dytësore, janë qendra e gjithçkaje. Në këtë rrymë, universi nuk sundohet nga një figurë, por nga një energji. Një energji që krijon, ruan dhe shkatëron. Numri 6. Mahayana, budizëm, rreth 376 milion. Nëse Theravada është rruga individuale, Mahayana është rruga kolektive. Kjo rrymë u zhvillua rreth shekullit të parë para Krishtit dhe u përhap në Kinë, Japoni, Kore dhe Vietnam, duke sjellë një vizion të ndryshëm nga Theravada. Këtu ideja është ndryshe. Nuk mjafton të shpëtosh veten, duhet të ndihmosh edhe të tjerët. Ideali i bodhisattvas, ai që refuzon ndriçimin personal derisa të gjithë të tjerët të çlirohen, është zemra e kësaj filozofie. Kjo është arsyeja pse u përhap kaq shumë në Azi, sepse ofron jo vetëm shpëtim personal, por përgjegjësi kolektive. Numër 5. Shaivizmi, hinduizëm, rreth 385 milion. Një rrymë që daton nga të paktën 2000 vjet para Krishtit, me prova arkeologjike nga qytetërimi i Indusit.
Shaivizmi adhuron Shivën, zotin e shkatrimit, por edhe të transformimit, sepse në këtë filozofi, shkatrimi nuk është fundi, është fillimi i diçkaje të re. Shiva paraqitet me 3 sy, me gjarpërinj, me hënën mbi kokë, simboli kontrastene, jeta dhe vdekja, koha dhe përjetësia. Një ide e fuqishme, sepse ndryshon mënyrën si shohim krizën, fundin dhe transformimin. Numër 4. Vaishnavizmi, hinduizëm, rreth 399 milion. Vaishnavizmi daton të paktën nga shekulli i 4 para Krishtit, me referencat e para në tekstet vedike, e fokusuar tek Vishnu, ruajtësi i universit, dhe avatarët e tij, Krishna dhe Rama, janë ndër figurat më të adhuruara me të gjithë hinduizmin. Bhagavad Gita, dialogu filozofik mes Krishtas dhe luftëtarit Arjuna, është ndër tekstet shpirtërore më të lexuara në botë. Kjo rrymë është më emocionale, më personale, një lidhje direkte mes njeriut dhe hynores, jo përmes frikës, por përmes dashurisë. Numër 3. Protestantizmi, krishtërim, rreth 800 milion. Një revolucion, një ndarje që ndryshoi historinë e Europës. Protestantizmi lindi në vitin 1517, kur Martin Luther i nguri 95 tezat e tij në derën e kishës në Wittenberg, Gjermani. Ishte një akt i thjeshtë, por pasojat ishin tërmetite, luftra fetare, perandori të shkatruara, Europa e ndarë. Protestantizmi lindi si kundërshtim ndaj kishës katolike, një kërkesë për ndryshim, për reformë, për një lidhje më direkte me besimin, pa ndërmjetës, pa strukturë të fortë qendrore. Sot ka mbi 900 degëzime protestante, nga lutheranizmi dhe kalvinizmi, nga metodizmi dhe baptizmi. Kjo është arsyeja pse sot është kaq i përhapur, sepse është më fleksibël, më i përshtatshëm me kohën. Numri 2. Katolicizmi, rreth 1.24 miliard. Katolicizmi, në formën e tij të organizuar, daton nga shekulli i 4, kur perandori Konstantin e legalizoi krishtërimin në vitin 313 dhe kisha filloi të ndërtonte strukturën e saj globale. Katolicizmi nuk është vetëm fe, është strukturë, hierarki, organizim global. Me Vatikanin, shtetin më të vogël në botë, si qendër, kjo rrymë ka ndikuar politikën, kulturën dhe historinë botërore për shekuj. Papa, Kuria Romake, 5.000 episkop dhe mbi 400.000 priftërinj, një strukturë administrative që nuk ka paralele. Është një sistem që ka mbijetuar kohën dhe vazhdon të formojë mendimin e miliarda njerëzve. Numri 1. Sunizmi, rreth 1.69 miliard. Degëzimi më i madh fetar në botë, gati 1/4 e njerëzimit. Sunizmi u formua pas ndarjes me shiizmin në vitin 632, duke u bazuar në Kur'an dhe Sunën, traditën e profetit Muhammed alayhi selam. 4 shkolla juridike, Hanefi, Maliki, Shafi dhe Hanbeli, interpretojnë ligjin islamik, por të gjitha brenda të njëjtit kornizë sunite. Një sistem besimi që shtrihet nga Afrika në Azi deri në Europë. Sunizmi përfaqëson shumicën e botës islame, nga Maroku tek Indonezia. Por ajo që e bën kaq të fuqishëm nuk është vetëm numri, është ndikimi në kulturë, në politikë, në identitet. Sepse kur një ide përqafohet nga miliarda njerëz, ajo nuk është më vetëm besim, ajo bëhet e realitet. Dhe këtu vjen pyetja më e rëndësishme. Çfarë janë në të vërtetë këto degëzime? Besime apo sisteme që formojnë mënyrën si njerëzit mendojnë, vendosin dhe jetojnë? Sepse kur sheh këto shifra, kupton diçka shumë thellë. Historia nuk është ndërtuar vetëm nga luftrat, por nga idetë, nga besimet, nga mënyra si njerëzit e kuptojnë botën. 10 degëzime, miliarda njerëz, mijëra vite histori. Dhe megjithatë, nën të gjitha këto ndarje, të gjitha kërkojnë të njëjtën gjë, kuptim. Ndoshta, pyetja nuk është cila fe është më e madhe, por sa shumë ndikojnë këto besime në mënyrën si jetojmë pa e kuptuar. Sepse në fund, bota nuk ndahet vetëm nga kufijt, por nga ajo që njerëzit besojnë. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe.
Shihemi në episodin e radhës.